Gjeometri ju kësha dhënë këshill që le të mësojnë, le të kryjnë fakultetin, magjistrojnë, doktorojnë, të ecin përpara. Po rinia sot janë të marrë me droge, me do punë jo të mira, po ti. Rinia është mëkat i madh, po ti. Koha ka ardhur, po din të pa rrjete sociale, kanë dalë nëpër Evropë. Po na tregon cili u kon momenti më i mirë në jetën tonë. Po momenti më i mirë në jetën time ka qenë kur kam qenë më i ri, kam qenë më i lumtur. Sot mungon ajo kohë, edhe shumë mungon ajo kohë. Çka kishe kthy që tash për asoj? Që tash kisha kthy në atë kohën e hershme, vitet 70-të, të ardha që kanë qenë. E çfarë mendimi ke për rinin sot, për aspektin e rinisë? Po rinia sot është mirë, është, përkundrazi janë të marrë me droge, me do punë jo të mira, po ti. Rinia është mëkat i madh, po ti. E pse ka ndryshuar që kaq shumë? Po ka ndryshuar se tash i tu pa edhe, si ka thonë në fjalë popullore, rrushi piqi të pa shëqishaj. E kështu që koha ka ardhur, po din të pa rrjete sociale, kanë dalë nëpër Evropë, të pa këto televizionet e këto. E çfarë mendimi ke për vajzat sot? Po vajzat një grup vajzash domethënë janë bukur në drejtën të mirë, ato jo nuk janë të mirë. Ato që ndëgjojnë prindin e që shkojnë sipas kohës e ardhme atyne, shifet që është më e mirë, më e bukur, më të avancuar, më gjitha çështë. Çfarë këshille ajo kishe jep djemve të ri? Gjeometri ju kësha dhënë këshill që le të mësojnë, le të kryjnë fakultetin, magjistrojnë, doktorojnë, të ecin përpara. Tash mos jemi afër mujt shet Ramazanit, thuhet se nesër është Ramazan. Po nesër. Çfarë mendimi ke për këta të ri që nuk respektojnë fenë muslimane? Po mendimi im që nuk e festojnë, që nuk e respektojnë fenë muslimane, ai njeri siç duhet, siç më thon, ai nuk i plotson ato kritere që duhet me i plotësue, që i kalon Zotë ati ko shumë fort. E çfarë mendimi ki për edhe të më shumët janë hek prej fesë muslimane, nuk po besojnë fenë muslimane? Po nuk besojnë se tu pa apo din, se gjoja feja muslimane e ka atë, jo është ma radikale apo din, e kështu tu pa njerëz adin atë tu lexue gjësende adin të në edhe bashkangjitën në atë drejtim, jo dur. Faleminderit shumë. Me ndirqofshi kalofshit mirë. Gjeometri ju kësha dhënë këshill që le të mësojnë, le të kryjnë fakultetin, magjistrojnë, doktorojnë, të ecin përpara. Po rinia sot janë të marrë me droge, me do punë jo të mira, po ti. Rinia është mëkat i madh, po ti. Koha ka ardhur, po din të pa rrjete sociale, kanë dalë nëpër Evropë, të pa këto televizionet e këto. E çfarë mendimi ke për vajzat sot? Po vajzat një grup vajzash domethënë janë bukur në drejtën të mirë, ato jo nuk janë të mirë. Nuk është në pyetje pagat, nuk ka diçka tjetër. Sipas teje, cili është problemi? Problemi është që nuk ka siguri, nuk ka siguri për jetesë. Po, normalisht. Se jo diçka e rrezikshme, po nuk ka siguri për jetë. Nuk ka një të ardhme sigurt. Këto është të pas parasysh se në vendet e jashtme i kikë sigurt edhe fëmijët, kur të rriten e kanë sigurt punën, shëndetin edhe... Punën e ka sigurt, jetën e ka sigurt. A mendoj që ka Për një operacion në spital po do të me prit 1 vjet e gjysh 2 vjet. Pas fate njerëz, ose pare me pagu. A ke pas që je rastis me kësi raste që je duf me prit kohët gatë me u kontrolu ose me një kontrolu? Po, di ato. Ato janë evidente. Mundi me shku me pyet vetë drejt për drejt në QKUK, te ato motrat kujdestarë që janë, ato ja u tregojnë detajisht situatë. A mendon që duhet edhe me u riparu, po thamë, edhe mjekësia? Duhet, po duhet kohë. Duhet kohë? Duhet kohë. Se pas parasysh se shumica e mjekëve që bëjnë shumë të mirë, po e lujnë vendin tonë edhe po shkojnë me punu shtetet e jashtme. Pse? A mendon që i kanë kushtet e sigurimet, gjitha i kanë më të mira se këtu, se prej Mastovtës e deri sot nuk ka perspektivë, nuk ka sheja të përmirësimit të shkot. Nuk ka a mendon që ka me arna i përmirësim për i kësaj qeverie? Pritet mas 100 vjetë.
Mas 100 vjetë, asnjë parti nuk i kënaqen, asnjë parti deri sot. Po më shumë me zgjedh më të mirin për më të këqive. Do me thonë asnjë që ka diçka që me thonë. Po jo, se këto e ke mentalitetin që asnjë s'është i mirë për neve. A mendon që ka me punu dikush si Rugova, Ibrahim Rugova, punën që e ka buaj? Për momentin e kem, po s'pedojmë. Kush është ai? Është kryeministri. Kryeministri, pse Në bashkëpunim me presidentën. Me presidentën, normalisht. A pse shumica qytetarëve janë tu e shohit, jo nuk ka punu mirë, jo punën e ka bu vetëm veri, nuk ka bu Se kanë interesat prej opozitës. Prej opozitës. A mendon që ka me fitu edhe këtë mandat? A i duhet edhe një mandat me fitu ai që me tregu veten edhe me mbajt premtimet që i ka jetë? Është mas e sigurt. Edhe këtë mandat po mendon që ka me fitu? Padyshim. Padyshim. Do të thonë ti koke me zemrën e me shpirt me Albinin. Jo me zemrën e me shpirt, po për situatën që është të mundu në djali. Po. Nuk ka vrejtje. S'po mundet kërkush me thonë i kapën me korupcion, me diçka të keqe. Pse mos më dhon edhe një shans me vazhdu mandatin e dytë. A mendon që gjatë fjalimit në pej që e pat nuk foli pak drejt për familjen Devolli, që foli pak për të kalumen, për babën e tyre të ndjerë që është ende me bicikletë. Nuk e kom ndëgju, po gabimet mund bëjnë çdo njani. Gabimet janë për njerëz. Gabimet janë për njerëz, po edhe gabimet që nuk falen. Ko me ta falë aty kur i jep 8200 hektar në shtetit fshin. Qashtu, po të kuptoj që do me thonë. Ko mundesh ko mu jënë ty me të përkra kur në dhomën e dëshmive hupin dokumentacioni, hupin në stacion të policisë, hup ari, hup droga, nuk jep përgjithësi kërkosh. S'ka dhonë përgjithësi desat. Qashtu, do me thonë, ala ligji nuk funksionon si duhet, që me thonë që kjo është... Ligjet i kina shumë të mira për fukaron. Po, për atë ligun gjithë ka ligj. Po, për të kuptaj. Po, për të fortin jo. Për të fortin jo, normalisht se edhe shumica e partive ju kanë vërsul kryeministrit për punën që e ka po dhe i sot. Sa i përket partive të mahershme, pe anashkalojmë të kryeministrin sot që a ka punu na i një mirë dhe i sot. Po kallëzojnë rezultatet. Pse rinia për i gabime 4 vjetë e sot po ikun, këto jenë pasoje 20 vjetë qarit, nuk jenë pasoje e 4 vjetë qarit. Na të falendrojmë shumë i nderuar që ndave ku me neve, pa që Kaloni mirë, suksese. Gjemetri ju kësha dhënë këshill që le të mësojnë, le të kryjnë fakultetin, magjistrojnë, doktorojnë, të ecin përpara. Po rinia sot janë të marrë me droge, me do punë jo të mira, po ti. Rinia është mëkat i madh, po ti. Koha ka ardhur, po ti, të pa rrjete sociale, kanë dalë nëpër Evropë.